Lugina e Thethit, e njohur si kartolina e Alpeve të Shqipërisë, prej më shumë se një jave është gjunjëzuar nga fadromat e Inspektoratit Ndërtimor. Aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje u shoqërua me tensione dhe përplasje, ndërsa banorët e konsiderojnë ndërhyrjen arbitrare. Para 5 minuta shtu ishte një shtëpi. Edhe mbrëm kjo shtëpi ka pas miq, mysafyr, që ishin nga Izraeli. Shteti jon po përfaqëson Izraelin në këtë rast dhe kjo është Gaza. Kjo është Gaza e Thethit. Dje kanë qenë që më kanë dhënë fjalë në emër shtetit, atij shtetit që kanë qenë dje, e sot s'qenë ka, kanë qenë 20 policë, sot kanë ardhur 100 policë, sikur këto ndërtimet që janë me drum me drasa 1.5 cm, sikur ka dinamit. Aksioni vjon me dorë të hekurt, por banorët pretendojnë se përtej propagandës bëhet fjalë vetëm për shtëpi druri që i kanë ndërtuar në tokat e të parëve. Të nderuar qytetarë të Republikës së Shqipërisë, edhe ju pushtetar që vini në tokën tonë të trashëguar brez pas brezi, vetëm deshën të ju tregojmë që këto shtëpia që na i prishet janë tërësisht prej druri. Ja fakti. Ja fakti. Është dhe që ka fal natyra, është natyrë që ja rikthyem natyrës. Është natyrë që po ja rikthejmë natyrës në një formë që t'i shërbeje të gjithë botës, jo vetëm ne shqiptarëve, po të gjithë botës. Këto janë shtëpizat e Bekim Koçekut, të ndërtuara në tokën e Stërgjyshit. Ai ka marrë 200 milion lekë kredi, që tashmë i duhet ta paguajë me pensionin e invaliditetit. Neve na janë kput kratë. Zotëria në fjalë është invalid. Zoti ja mori një anën pjesë të trupit. Ju ja morët shpirtin sot. Nëse kena as zonën tuke, nëse ashtë e babs, e vllazneve babs. Aksioni është pritur me kritika për shkak të problemit të pronësisë, që në këtë zonë mbetet i pasgjidhur prej dekadash, duke u mohuar banorëve të drejtën ta gëzojnë ligjërisht. Ku me apliku, nuk ta pranojnë kushte, ne nuk kemi, ne jemi në tokat e të parëve tonë të trashëguar, s'kena problem me kufin e gjanë, ne nuk kemi pas nevojë për 7500 nishën. 7500 nishë janë shtokën përdorim. Ne kemi pas në pronësi, ne nuk na hapin ata sepse ata që kanë pushtu dhe lipojnë e shëngjinin doin me kapë edhe Thethin. Prishja e ndërtimeve pa leje ndodhi në kulmin e sezonit turistik. Si pasojë, bujtinat ishin plot me miq, të cilët mikpritësit i kanë nxjerrë jashtë. Plot janë kenë full 5 shtëpia. Plot i kena qitë turistat e në 5 nadjes për jashta. Kanë kjoj turistat lët për faqe. Fëmija, si ishte ftoft këtu, tu i kjoj djali 10 vjeç si e quen për i gjumit prind. Dhe kanë ardhur dje, me kam dhënë një intervistë. Atje ka ardhur një çift. Te bujtina ime i çiftën nga Ukraina e tha, ne na bombardojnë, tha, rusët, po si ndodh kështu? Sepse ka një qëllim. Ne që popullu këtë fshat, që është i populluar që në vitin 1684, njëtë se Theth. Banorët akuzojnë se institucionet kanë mbyllur syt me qëllim dhe i kanë lënë të vijojnë ndërtimet, edhe pse nuk kanë patur leje. Një muj ka si kena hapë. Një muj si erdh me përbukurit mallit zot, vetë në lanë me nërtu. Nërtëni, se s'ju thot kur gjë. Ka hi Bekim Koçeku 200 milion lekë bërgjën banka. Me kredi ka lënë kempin e vetë, pensionin. Unë me gruan time, me fëmijët e mi, kena 123 vjeç shkollë. Pa, dhe për ne më kanë sulmuar se s'kana lanë lek, të në zhlanë lek, e do t'jepet lek. Ndërsa turistët e shumët shohin të habitur ato që po ndodh në destinacionin e tyre të preferuar, Thethit do t'i duhet shumë vite për ta rimarrë veten. Demolishing, yeah. Disappointing. Yeah, could have been looking forward to come here and see the park, the nature and stuff, but then they said they're demolishing it. Hopefully they will build a near, then we could visit again and maybe enjoy the nature again. Të pashpresë për ato që po ndodh, banorët kërkojnë që shteti t'u hap rrugën për regjistrimin e pronave. Ne kërkojmë dhe kemi kërkuar gjithmonë. Shteti jonë me na lënë tapit e tokave që i kemi trashëguar. Sikur që tapi edhe e shet, edhe e fal, edhe investon. Dhe kur je i mbrojtën me ligj, ke drejt mash. Kur se sot, ne jena të zbulum. Qa kërkojmë, qa me kërku vetëm lejen, belet në napin lejen, për me i sa to ka shte juna. Ndërsa shohin ëndrat për një të ardhme më të mirë të urrënohen, banorët dyshojnë se pas këtij aksioni qëndron paketa e maleve. Këto veprojnë mafja. Ashtu sikur kanë ka brek detin, do të më kap edhe malit.
ku ka banva ki në botë që ajo paketa male €1 me lën tokën time, ja, ja shkatron djalit tim. Vjen ai në emrin shtetit, me polici, me notar, me ashtu thot toka jote është e imja.